në familjen e tij dhe e ka marrë votën me syrin. Ai dy fushatet e fundit që ka bërë, ka shkuar në Vlorë aty në fshat dhe ka thënë që do kem kaq mandate kësaj herë, kaq mandate kësaj herë. Domethënë vetë fakti që ky jep rezultate paraprake dihet se si e ka të siguruar votën. Dhe rinia, nështë këta njerëz që nuk kanë votuar asnjëherë e kanë parë që kjo mjaft është mjaft. Edhe kanë dalë protestë, kanë dalë për 33 ditë, sot është dita 34. Edhe nuk janë një gjuhë, edhe nuk e kuptojnë realitet asnjë nga krahu i qeverisë se ky është realiteti shqiptar. Ai i qunë grek, i qunë iranian, i qunë serb, i qunë ku digjon epitete, se sigurisht që mundohet me këtuj krahun nga një, domethënë që me tërheq vëmendjen e pjesës, kur kryeministri i Shqipërisë merret me individ caktuar, me njerëz që ka në administratë dhe thotë që jam marfilonit, dolin proteste kështu se ishte pa kënaqur. Po me thonë Edi sa ka të pa kënaqur ke partia jote. I ke 70% që nuk janë të kënaqur, po janë të detyruar për bukën e gojës. I ke për listë të shkret që për një rrogë që as $500 nuk i çojnë, $500 i harxoj me mosën e me qenë, jo me shit men. S'po shes men. Është këtu njerëzit harxojnë $201,000, ndoshta varet se sa herë shkojnë ke doktori për mosë dhe për qenë. Ke njerëz që kanë 20 mosë, 20 qenë, se ju vjen zër me lanë në për shelter. Dërsa qeveria shqiptare domosdoshmë nuk del edhe tallet vazhdimisht deputet e parlamentit tallen me protestuesit. Unë pash momente dje kur protestuesit, se sikur e kam thonë prej fillimit, nëse protesta nuk përshkallëzohet, Edi Rama nuk ka për të dorëzuar pushtetin me lule, nuk e dorëzon me lule, se ka marrë me lule, e ka marrë me forcë, është marrë me forcë nga se nuk du me lëndu nështë ata njerëz që besojnë ke e majta në Shqipëri, por në vërtet 2007 është bo masakre në Shqipëri për hir të piramidave, ndoshta aty kanë qenë ka qenë mos djeni ose me qëllim o pa qëllim, nuk e di as s'kam për ta mësuar ndoshta ndonjëherë se ata njerëz që kanë qenë në drejtim, por di një fakt që unë kam qenë thjesht qytetar si qytetarët e tjerë dhe njerëz që kam njohur që jetoshin në Amerikë më thanë që shteti duhet me ndalu firmat piramidale. Edhe për një moment i thash, po ato janë firma private. Po edhe pse janë private, shteti duhet me kontrollu se ku shkojnë parat, si investohen, a paguajnë taksa, e gjëra tilla, si më thonë, por erdhi momenti kur plasin Vlorë, e njëjta situatë ishte kur demonstruesit në kohën e 97 kërkoshin ndërheqjen e Aleksandr Meksit. Kur Vlora po digjej, qeveria nuk jep të ndërheqje. Si jemi në ato kushte tani, apo jemi në ato kushte dhe tani? Tash jemi në kushte dhe nështë edhe më të shjesa atër. Edhe momenti i 21 janarit që u vranë 4 vete në bulevard. Se nuk e dërzoj qeveria kur populli ngrihet në protest. E njëjta situatë është sot. Por sot në kundërshtim me dy rastet e parë ke shqiptarët anemon bots, ku ka shqiptar që të paktën që nga 3 veta kanë pa në protesta jashtë Shqipërisë, e dhe nga 3.000 e 2.000 protesta, sigurisht se protestat të paktën në New York për 2 javë me radhë. Kështu që sot populli janë dërgjesuar sikur ata që janë aty edhe këta që kanë ikë, bides këta që kanë ikë kanë qenë edhe ndoshta edhe ma të revoltuar se sa ai popull që jeton atje. Pse? Qeveria që është në pushtet nuk ja ka dhënë asnjë lloj mundësie me bë progres, me gjetë veten në vendin e tyre. Edhe ka gjetë rrugën e vetme me ikje jashtë shtetit. Kështu që unë shoh situatën në vërtet
shumë e ndërlikuar në Shqipëri. Ata e futin ato në politikën e tyre, në kazanën e tyre, thonë që aty ka grek, ka rus, ka dje në gjova që Rama kishte thënë që janë të shtym nga Putini. Në vërtet ku në gjën kërkesat të tjerë Partisë Socialiste në Moskva. Kërkesat që bajnë protestuesit nga gjitha llojet, po flas nga këto dy që thonë Rama në burg, Berisha në burg. Ata nuk domon kërkojnë me godit komplet sistemin politik në Shqipëri. Pasi të dy këto parti kanë qeverisë Shqipërinë. Unë jam me partinë e demokratike kam qenë, e jam i djathtë në kuptimin e fjalës, por si do me qenë puna, të dy këto parti kanë bërë ligjin në parlament. Këta kanë qenë nga 2008 me paktin që bon Partia Socialiste me Partinë Demokratike, aty ishte goditja mas 2008 nuk e pas zgjidhje demokratike në Shqipëri. Domthonë zgjidhjet kanë qenë kodën kryetare me caktu deputet, nuk kanë qenë nuk kanë përfaqësuar popullin. Ti nuk je i zgjedhur nëse të zgjedh kryetare. Pik. Këto rinia këto anë arrit me kuptuar. Nëse ty Partia Socialiste ka bërë deputet, ti nuk e përfaqëson mua. Unë pash një emision mram ke Yllur Akipi se të drejtën ai stafi i tij edhe vetë ju mënyra se si organizonem pëlqen ai emisioni i tij, dhe ishin 3 protestues që ishin pjesë e protestës, edhe ishte një deputet nga ana e Partisë Socialiste, edhe Bushati. Ishte ky deputeti si ka një deputet që Bido. Bido. Nuk e njoh Bidën, por këta protestuesit i thanë që ti nuk je deputet, nuk përfaqëson njeri. Ta më kanë votuar, as ty s'ka votuar, ka caktuar Edi Rama. Një lloj se kur ka caktuar dhe PD-a herën e fundit, i ka bërë me lista, kanë hyrë njerëz në parlament që nuk kanë përfaqësuar njeri. Kanë hyrë njerëz nga partia e Ilir Mes që i ka marrë ato, si më thonë, vërtytet ose meritat e aty në demokratët që kanë të paktën 13 vite që dalin shesh. Këto janë ato gjëra që njerëzit, edhe pse ndoshta nuk janë demokrat, i agrivojnë edhe dalin në protest. Këto janë ato gjëra që shqiptarët nuk janë sot. Për gjitha këto padrejsi, për hir të pushtetit, njëri apo tjetrit futen njerëz pa merita në parlament, njerëz që s'kan as si pik harit që ka pa kush për 30 vite, vetëm se propagandojnë ose kanë lidhje me kryetarin e partisë ose i servilosin kryetarin e partisë. Këto janë arsyet se pse njerëzit sot dalin shesh. Dalin në temperaturën 40, koha e kampionatit, koha e verës, njerëzit janë me pushim. Këta njerëz duhet admiruar, këta janë njerëz, kisha me thonë që janë luftëtar, adetar, e donë Shqipërinë, e donë vendin e vet, pa marrë parasysh se akoma ndoshta nuk kanë një informacion politik qartë, nuk kanë krijuar ose kanë krijuar, se ata njerëz që kanë dhënë ato 5 pika, domthonë është ndoshta një bërtham që i akumulojnë edhe i paraqesin të 5 pikat në projekt. Sadri, kam edhe diçka për ta mbyllur. Nesër që vjen diaspora, mbi qeveria apo jo? Nuk, këtë se thëmë drejt se a bie qeveria, por njerëzit duhet me rezistuar. Unë shoh se protesta ka ndryshuar kohën, e shoh se vetëm dje edhe par dje qeveria është agresuar, pse kanë shku ke parlamenti, ke ligjvendësit, edhe kanë shumë drejt, se të shikosh e kur vishin me makina, me kollare, me çanta nga 5.000 e 10.000 $, këta njerëz që ndoshta nuk e, sikur se tash, nuk ja ka pa kush pikën e harit si popull, edhe ignorojnë protestuesit.
Se njerëzit, këto rini që kanë dalë sa të shohin në botën perëndimore se si njerëzit e zgjedhur, që i ka zgjedh populli, janë shërbim tyre dhe kur këta gjoja janë të zgjedhur, po që nuk janë, po janë të emëruar, i njërën komplet votuesit e vetë, atë normalisht që kanë drejt më rritu, kanë drejt edhe gur, edhe shkopi, edhe hunj. Unë kisha qenë të janë të them sinqerisht, nuk jam për dhunë, por kur e shoh që policia me shkopi gome, me gaz lëtsjelc, do kisha marrë një nga këto troqet e mëdha, kisha ngarku diku kisha shku ka malësia të Tiranës ose malësia të Krujës, kisha ngarku me hoj gardhe. Edhe kisha ardhur në protest me hoj për hoj. Atëherë ta shohim kush është më i forti. Ai është qeveria apo populli? Ai thoshte, Abide thoshte aty, kush je ti? Unë jam populli, tha. Unë jam populli, po kur e pa që nuk e hante dot, tha edhe unë jam popull, tha, mos më thuaj se jam deputet, deshim me armë ke protestuesit. Po fliste mbronte të keqen e partisë në pushtet.